Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Piu lëngun e lakrës së kuqe për 1 muaj, çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Gazrat e stomakut janë një nga çrregullimet që po prek gjithmonë më shumë njerëzit, por problemet e tretjes nuk duhet të jenë pjesë e rutinës tuaj ditore dhe anashkalimit të saj. Lakra e kuqe është një nga përbërësit më të mirë që mund të konsumoni për të neutralizuar sistemin të tretjes dhe për të lehtësuar edhe fryrjet e barkut. Ndihmon në funksionin e zorëve dhe ka përfitime të tjera, ku disa prej tyre do t'i rendisim në këtë video sipas elit.com. Forcon sistemin imunitar. Lakra e kuqe përmban vitaminën C dhe vitaminën K, së bashku edhe me shumë vitamina dhe minerale të tjera thelbësore. Vitamina C në lakrën e kuqe vepron si një antioksidant i fuqishëm, që ndihmon në luftën kundër inflamacionit në trup duke mbrojtur qelizat nga dëmtimi. Vitamina C i siguron trupit tuaj forcën dhe mbështetjen e nevojshme për të luftuar poshtimin e bakterieve dhe infeksioneve për ta mbajtur trupin më të shëndetshëm. Lakra e kuqe dhe lëngu i saj janë një zgjidhje shumë e mirë për sistemin imunitar, gjithashtu do të përmirësojë edhe shëndetin e zorëve. Fibrat e patretshme të lakra e kuqe ndihmojnë në funksionet e duhura të sistemit tretës për të parandaluar kapslëkun. Ndihmon gjithashtu në lehtësimin e simptomave të kushteve gastrointestinale, siç është sindroma e zorrës së irrituar. Lëngu i lakrës së kuqe ndihmon në mbajtjen e sistemit tretës të lumtur dhe të shëndetshëm. Ajo lufton inflamacionin. Lakra e kuqe përmban fitonutrientë të cilët janë përbërës natyrale antiinflamator. Një studim i botuar në Research in Pharmaceutic Science zbuloi se ngrënia e lakrës çoi në uljen e intjes së problemeve tuaja. Fitonutrientët në lakrën e kuqe bëjnë atë një mënyrë natyrale kundër fryrjeve dhe inflamacionit. Ajo është e mirë gjithashtu edhe kundër problemeve kronike. Antioksidantët e lakra e kuqe mund të ndihmojnë në parandalimin ose kthimin e dëmtimit të ADN-s që mund të çojë në çrregullime kronike si sëmundja Alzheimer, sëmundja Huntington dhe sëmundja Parkinson. Një studim zbuloi se në krahasim me bimët të tjera të ngrënshme, lakra e kuqe u zbulua se zvogëlon dëmtimet e endogjene të ADN-s në qelizat e problemeve të zorrës së trashëm. Studiuesit arritën në përfundimin se lakra e kuqe ka aftësinë për të trajtuar një sër problematikash. Receta për lëngun e lakrës së kuqe për të përgatitur në kushte shtëpie bëhet në këtë mënyrë. Ju duhet një lakër e kuqe, 1/3 e lugës së çajit me piper kajene, 1 grusht me koriandër, 1 copë rrënjë xhenxhefili, 1/4 e limonit, 1/2 e filxhanit me ujë kokosi. Mënyra e përgatitjes: i përzieni të gjitha së bashku në një blender, shtoni pak akull dhe ujë nëse është e nevojshme dhe kështu e shijoni çdo ditë. Për të marrë përfitimet më të mira për organizmin tuaj, duhet i konsumoni ato në mënyrën e duhur. Lëngu i lakrës së kuqe është një burim i antioksidantëve dhe përbërësve të tjerë të dobishëm që ndihmojnë në mbrojtjen kundër dëmtimit të qelizave. Antioksidantët e saj përfshin vitaminën C, karotenoidet, antioksidantët, flavonoidet, antiocianinat dhe elementet të tjerë. Ullumtimet sugjerojnë se nivelet antioksidantëve të lakra e purpurt janë në 4.5 herë më të lartë se ato që gjenden në varietetet të gjelbra të lakrës. Është gjithashtu një burim i mirë i sulforofanit, një përbërës i pasur me squfur që formohet kur lakra e papërpunuar coptëzohet ose shtypet. Sulforofani ka veti të mira për organizmin. Ndihmon në luftimin e inflamacioneve. Lakra e kuqe mund të ndihmojë në luftimin e inflamacioneve, i cili besohet se kontribon në shumë problematika. Është interesante se aplikimi i gjetheve të lakrës së kuqe gjithashtu reduktojnë inflamacionin. Për shembull, të rriturit me artrit, të cilët i mbështjellin gjunjët me gjethet e lakrës një herë në ditë, raportojnë se ndjejnë dukshëm më pak dhimbje deri në fund të studimit 4 javor. Megjithatë, mbështjellja me lakër është më pak efektive në reduktimin e dhimbjeve të qetësuesve. Ka efekte pozitive gjithashtu edhe në shëndetin e zemrës. Lakra e kuqe mund të jetë e dobishme për zemrën tuaj. Kjo mund të jetë për shkak të përmbajtjes së antiocianineve, të cilët janë antioksidant flavonoide, që japin lakrën së kuqe ngjyrën e saj karakteristike. Marrja më e lartë e antioksidantëve mund të shoqërohet gjithashtu me presion të lartë të gjakut dhe një rrezik më të ulët të zhvillimit të sëmundjeve në zemër. Lakra e kuqe përmban më shumë se 36 lloje antiocianine, gjë që e bën atë një burim të shkëlqyer për shëndetin e zemrës. Ajo mund të forcojë edhe kockat tuaja.
Lakra e kuqe përmban disa lëndë ushqyese që janë të mira për kockat, duke përfshirë vitaminën C dhe K, si dhe sasi të vogla të kalciumit, magnezit dhe zinkut. Për shembull, një filxhan me lakër të kuqe të papërpunuar përmban 56% të dozës rekomanduar të vitaminës C, e cila luan një rol në formimin e kockave dhe ndihmon në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi. Lakra e kuqe është e pasur me vitaminën K1, duke ofruar më shumë se 1/4 e dozës së rekomanduar. Vitamina K1 gjendet kryesisht në ushqimet bimore dhe mund të jetë një përbërës shumë i mirë për organizmin tuaj. Lakra e kuqe përmban element të çmuar në mbrojtje të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve, dhe sigurisht përfshirja e saj në dietën tuaj do të jetë një mundësi shumë e mirë e organizmit për të marrë vlerat e rëndësishme për të ndikuar pozitivisht edhe në rritjen e performancës së shëndetit tuaj. Lakra e kuqe është një nga perimet që duhet të konsumohet më shpesh, duke ndikuar kështu edhe pozitivisht në shëndetin e përgjithshëm. Ajo që e bën lakrën e kuqe një nga perimet më të mira të familjes së lakrës është pikërisht ngjyra, falë pigmentit bimor dhe vetive fantastike të antioksidantëve që ajo i përmban me shumicë. Ndonse në të vërtetë është një derivat i lakrës së gjelbër, ajo me ngjyrë të kuqe është më e pasur me lëndë ushqyese. Ajo përmban 10 herë më shumë vitaminën A, duke plotësuar 33% të nevojës ditore për këtë vitaminë. Ka 14 mg më shumë vitaminë C dhe më shumë hekur. Lakra e kuqe mund të hahet e gjallë ose e gatuar, por në këtë video do të rendisim të gjitha arsyet pse duhet ta ashtoni atë në regjimin tuaj ushqimor. Lakra e kuqe mund të ndihmojë në parandalimin e qelizave të këqija. Sa më errët jetë ngjyra e frutit ose e perimes, aq më i lartë është numri i antioksidantëve. Kjo do të thotë se trupi do të furnizohet me molekula të fuqishme që luftojnë radikalet e lira. Pikërisht këto të fundit janë përgjegjëse për mutacionet qelizore, duke i shndruar në të dëmshme. Sa më shumë që të hani ushqimet që luftojnë radikalet e lira, aq më të shëndetshëm do të jeni edhe ju. Sytë e tu do të përfitojnë nga lakra e kuqe. Ka kaq shumë lëndë ushqyese lakra e kuqe dhe një nga ato është edhe vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për sytë dhe vizionin e mprehtë. Në të vërtetë, vitamina A është një lloj antioksiduesi që mbron kornen dhe gjithashtu shtresën e qelizave të ndjeshme ndaj dritës në pjesën e përparme të syrit, që quhet retina. Forcon sistemin imunitar. Të kesh një sistem të fortë imunitar do të thotë më pak probleme dhe infeksione. Një nga mënyrat më të lehta për të forcuar imunitetin është të konsumoni më shumë lakër të kuqe. Kjo perime është e pasur me vitaminën C, një lëndë ushqyese e njohur që ndihmon në forcimin e sistemit imunitar. Lakra e kuqe ndihmon për të parandaluar osteoporozën sepse përmban të gjitha llojet e mineraleve që nevojiten për kocka të forta. Ato janë kalcium, magnez dhe mangan. Konsumi i saj ndihmon në lehtësimin e ulçrës në stomak. Kjo perime përmban glutamin, një aminoacid i njohur për lehtësimin e dhimbjeve dhe inflamacioneve të mukozës në traktin e tretjes, dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Lëngu i lakrës së kuqe është jashtëzakonisht i mirë për organizmin. Ai është i pasur gjithashtu edhe me vitamina minerale për shëndetin e përgjithshëm, duke ndikuar pozitivisht edhe me forcimin e imunitetit, luftimin e infeksioneve dhe mbrojtjen e organeve prej tij. Sipas të dhënave të Brightside, lakra e kuqe është një nga burimet më të mrekullueshme të vitaminës C, që ndikon pozitivisht në shumë funksione të organizmit. Një gjysmë gotë ujë me lëngun e lakrës së kuqe përmban 150 mg vitaminë C, që është 100% e nevojës ditore të organizmit për këtë vitaminë. Në të njëjtën sasi, mund të merrni 650 mg kalium që shërben për 14% të dozës rekomanduar ditore dhe 102 mikrogram të vitaminës K, që përmban 85% të nevojës ditore. Lakra e kuqe është një nga elementët kryesorë të dietës së rëndësishme. Ajo ofron edhe një mbrojtje të metabolizmit më të mirë. Është e njohur se lakra e kuqe ka efekte të shkëlqyera për metabolizmin, kjo do të thotë se pengon probleme siç janë ngërçet dhe konstipacioni. Lëngu i lakrës së kuqe është efikas në rritjen e vlerave të shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.